Ose konsenzus politik, ose duhet një marrëveshje klasike politike. Nuk kemi folë për emra, dakordimi përgjithshëm është se janë vetëm dy rrugë përpara. Para është që duhet ose konsenzus politik mes faktorëve të vendit, dhe ky konsenzus politik duhet ndërtohet në këto 9 ditë të ardhshme, ose duhet një marrëveshje klasike politike. Pra marrëveshje klasike politike mes partive për çështjen e presidentit, dhe në të dyja rastet duhet së paku 2/3 e votave të deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Mbetet të takohemi në ditët vijim për të parë njërin prej këtyre dy mundësive që kemi përpara. Ka plane për një marrëveshje koalicioni do të thotë me vendosin? Pra, u dakorduam që dy rrugë janë përpara, ose konsenzusi politik, ose një marrëveshje politike mes dy partive politike për çështjen e presidentit. Marrëveshja politike nuk kupton dakordim për çështjen e presidentit në këtë fazë, nuk besoj që kemi interes, as që ka interes në atë drejtim, por gjithçka është e hapur brenda marrëveshjes politike. Por edhe konsenzusi është shumë i natyrshëm, pra çfarë do zgjidhje që na sjell për 2/3 e votave të Kuvendit. Nuk kemi folë për emra, nuk kemi folë për propozime konkrete, fillimisht pra të zgjedhim rrugën. Janë dy rrugë që duhet të zgjedhim, ose marrëveshjen politike klasike, ku partitë mes vete bëhen bashkë dhe përcaktojnë presidentin e ardhshëm, ose konsenzusin ku shikohet një kandidaturë përtej marrëveshjes politike. Më pas vinë emrat. Ende jemi herët, ndonse jemi vonë me 9 ditë kohë në shkuarje.